Një protest u zhvillua sot në zonën e plazhit të Dalanit në Zvërnec, ku ambientalistë dhe qytetarë u mblodhën për të kundërshtuar ndërtimet që sipas tyre rrezikojnë ekosistemin dhe natyrën e zonës. Në terren për të ndjekur nga afër zhvillimet dhe për të pasqyruar protestën, ishte dhe ekipi i televizionit Apollon, i cili realizoi dhe xhirimet nga aktiviteti dhe reagimet e pjesëmarrësve. Në fillim të një proteste që është realisht tillimi i tillimit, për arsye se kjo që po ndodh këtu është papranuar për Vlorën, është një lloj pushtimi i Vlorës dhe nëse është i pushtimi i Vlorës dhe i Shqipërisë, edhe pse dikush më thotë që është territori i vogël, po jo, është realisht mjaft domethënë se kjo që njerëzit du të reagojnë dhe prandaj them që është fillimi, do të ketë padyshim një reagim në vijim dhe do të jemi në kontakt edhe me media. Këto Vlorën ishte thirrja kryesore e ambientalistëve dhe banorëve, të cilët kërkuan ruajtjen e hapësirave natyrore dhe ndalimin e këtyre projekteve që sipas tyre dëmtojnë mjedisin dhe i kanë cilësuar si një pushtim. Edhe ju andaj mbrapa. Nëse jeni shqiptar, dini më ortej, se nuk do të vdisni për bukë. Ja ku jam. Jam pjesa juaj, jam kolegu juaj. Por kam ardhur këtu, s'kam ardhur të kundërshtoj as qeverinë, s'kam asgjë me qeverinë. Kam ardhur për këtë gjë këtu. Se është e padrejtë. Nuk do të thotë që do të shajmë qeverinë ose do të shajmë opozitën me një gjë të padrejtë. Ndaj, bëuni burra, edhe ju çuna në mbrapa. Bëuni burra dhe i lini për ato 500.000 lekë, 600.000 lekë, do nxirrim shumë herë më shumë. Bëuni burra, bëuni çuna. Unë jam një prej jush. Dhe hoqja sot. E lash punën. Dhe erdha këtu. Për familjen time, për dinjitetin tim. Dini më rtej, hapni më porta, dini këtej, do gjeni punë tjera me më shumë lekë. Me më shumë lekë. E diçka tjetër. Nuk ka bërë një prokopi në tokën e botës. Kur se ka gëzuar? Asnjëherë. Shumë faleminderit. Jo të mbrojtja e gut. Emigrant 33 vjet i larguar nga Vlora. I kthyer në 1997 në Vlorë pas 4 vjetë punë. I humbëm të gjitha ato që ky shtet dhe ky pushtet që ne vazhdojmë akoma që na gënjen dhe na mashtron, na tregon Evropën, ne jemi lodhur nga Evropa, ne emigrantët. Ne duam të ndërtojmë në trojet e të parëve tanë. Duam të mbrojmë trojet e të parëve tanë. Jem shumë keq, kam marrë për ca ditë me pushim dhe e pash të publikuar atë këtë dhe ku shikoj tu kaq pakic. Zgjoni o vlonjat. Vlora është e vlonjatëve, nuk është e hajdutëve, e kriminalëve, që na kanë nxirë jetën. Ky Zvërnec këtu ka djem shumë të zotë, janë për Evropë. Dhe mos na tregojnë Evropën. Të parët e kanë të drejtën ata të ndërtojnë trojet e tyre. Pasandaj të vinë hajdutët. A ka në një vlonjat të ikin veri, të blokojnë trojet e tyre atje asgjë. Sa këta hajdut këtu, unë a virin prona. Zgjoni nga gjumi o vlonjat, ka kishe. Faleminderit gjithëve. Dhe një pyetje komandantit dofta, sepse rroba ushtarake në gjithë botën është ndaruar, sepse është në mbrojtje të popullit. Doja një përgjigje. Si e ndjeni veten ju kur shikoni këtë tel me gjëma këtu? Që do të them, që më vjen nga shpirti, që më vjen nga zemra. Kjo tokë është trashëguar drezi, edhe neve në shtëpi duam t'ja ulëm fëmijëve tanë. Ku do të jemi të drejtën? Ku do të jemi? Duhet të na ndihmojë qeveria po na merr vetë, po na i rëmbën vetë qeveria. S'kemë çfarë të bëjmë. Për të mbrojtur këta dhe pse dhe kë po mbroni? A e dini ju vetë se kë po mbroni? A e dini këta se kë po mbrojmë, se unë nuk e di se kë po mbrojmë? E dim. Hajduti është i tem shumë i madh. Hajduti ka emër. Ka dhe mbi emër. Përse nuk na e tregoj kush është? Qeveria. Ky është i repart ushtarak tashmë. Deri dje ishte pronë publike. Nëse është prap repart ushtarak, prap pronë publike do t'jetë. Po nuk më duket repart ushtarak. Dhe ne duam të kalojmë andej. Sepse është e jona. Po ai sa është e këtyre policëve,
Po ai sa është çdo shqiptari. Përse po na ndaloni lirin për të kaluar në anën tjetër? Një qeveri harbute, plotësisht harbute, bashkë me Rambot e saj të veshura, vetëm tritolin nuk u mungon këtyre uniformave blu, tu i rënd gjithve, që do kemi ardhur për të mbrojtur rendin. Nga ku të mbrojë rendin? Nga neve që jemi kanë atje. Përse kemi ardhur? Këtu nuk ka një tabel, një indikacion, një tregus. Qa ndërtohet? Ndrohet një qapi në fshat, bën një shtëpi në fshat, turren 1000 peshkaqën të IKMT-s dhe të lloj institucioneve për t'i hequr kapelen asaj qatie. Çfarë po bëhet këtu xhanam? Na imponon të dyshojmë se këtu fshihen gjëra shumë më të mëdha të pista në favor të oligarkëve, të cilët spekulojnë me teorinë e famshme me 1 euro. Me 1 euro dita marrin edhe banorët e Zvërnesit të shpallin bashkëpronarët. Ajo që na lë shumë për dëshiruar është fakti tjetër që për fat keq vlonjatët kanë pikën e inercisë çik të vonuar. Por kjo do të thënë që është e munguar. Pasë këtu është një bërthame vogël. Se disajta fal idealistëve Gëzim Zilja dhe Feruni, por u bëj thirrje nga ky forum i vogël simbolik që të vinë gjithë vlonjatët dhe fierakët që konsiderojnë veten lagje e Vlorës, se gjithë investimet fierakët i kanë këtu, dhe gjithë Shqipëria nëse ka mundësi të vinë këtu, t'i hedhin këta, këto janë milione, janë qindra mijëra euro, këta tela me gjëmba, kjo Guantanamo këtu. Janë vetëm investime paraprake, këtu janë miliona, ja këtu. Imagjino se çka kanë bërë në vend tjetër. Çfarë është jo molli ndaluar që i bën shqiptarëve këtu. Ju falenderoj të gjithëve. Gjigant të jashtëzakonshëm sikur të ishte një zonë tepër e rrezikshme e krimit. Në fakt është zona e flamingove, e pelikanëve, e preshkave të tetit që kanë shpinën e tyre gjithashtu, dhe banorët në shekuj kanë bashkëtuar me këtë faunë dhe florë të mrekullueshme që ka kjo zonë, që siç e përmendi dhe ambientalisti i njohur Viktor, po tashmë Hektor Eliza që është veteran në mbrojtje të Vlorës, dhe tashmë kjo ka një vlerë, unë do ta çoja edhe për te Bregdetit sloveno, kroat, Montenegro, Malizi, por në gjithë me zeun, kjo zonë është e papërsëritshme, nuk ka një të tillë. Ndoshta mund të ketë diku ande nga Afrika, por në pjesën europiane është vetëm kjo. Është vetëm kjo që tashmë është e pushtuar. Dhe realisht jemi para një pushtimi. Nuk e dim me kush është okupatori, por është pushtim. Është realisht një humbje sovraniteti e Shqipërisë. Vlora është e Shqipërisë, është slogani jon, jo e mafjes, jo oligarkisë. Pra, tashmë këta filluan rrethimin, por banorët, Vlora, Fieri, gjithë Shqipëria, Riolli, rrezik vjen dhe Riolli këtu, siç shkuan shumë vlonjat në Rioll, dhe Shqipëria do mbrohet.